Është zhvilluar në Tiranë konferenca rajonale për shpejtimin e reformave të kujdesit për fëmijët, drejta ndarësimit në Bashkimin Evropian. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Edi Rama u shpreh se përmes garancisë europiane për fëmijët, Bashkimi Evropian synon që të drejtat e fëmijëve të sigurojë dhe të vendosë në fokusin e jetës së vet të përditshme. Nëse shohim ambicien që ka ky program i garancisë europiane për fëmijët dhe i referohemi shifrave mbi të cilat programi është ndërtuar dhe argumentuar, është realisht një pasqyrë tejet kuptim plot për domosdoshmërinë e thellimit të politikë bërjes në funksion të fëmijëve dhe për rritjen e ndërveprimit mes të gjithë aktorëve shoqëror dhe institucional për të siguruar aksesin e barabartë në arsimin cilësor, për të siguruar ofrimin e ushqimit të shëndetshëm, për të siguruar përmirësimin e vazhdueshëm të aksesit në shërbimin shëndetësor, për të siguruar kushte të përshtatshme strehimi, për të siguruar zhvillimin e programeve të mbrojtjes së dedikuar për fëmijët, për të siguruar përmirësimin e kushteve sociale për fëmijët me aftësi të veçanta dhe në tërësi për të rritur ndërgjegjësimin shoqëror mbi të drejtat e fëmijëve. Të gjitha këto sipas Ramës janë pikat kyçe të garancisë europiane për fëmijët dhe në funksion të këtyre pikave, Bashkimi Evropian ka përcaktuar edhe një financim të veçantë.